Gviri do të marrë më shumë vota se Netanyahu, po Netanyahu ka më shumë vota se Gviri. Në këtë moment, Gviri po mbledh vota. Pyetja është, Boni fushatën. E realizoi fushatën me 100% sukses. po duke marrë qafë gjithë buxhetin e qeverisë dhe gjithë investimin e qeverisë për të fshehur të vërtetën. Pra ky fiton vota sepse ky përket kategorisë që bëjnë video duke vrarë fëmijë, kënaqë duke vrarë fëmijë. Kategorisë Z. Tani çka ka ndodhur? Flotilja Lind pyetja. është, flotilja është ajo që e ushqeu këtë element duke shkuar aty dhe duke i dhënë shansin Gvirit bëj fushat. Po pse mos supozojmë neve që ajo mund të ishte organizuar, fosta fat për atë punë. Edhe të gjithë njerëzit që kanë qenë aty kanë qenë kështu. Kallauz kot. Po është e Kanë kundërta. hangër- Dgjoj, kanë hangër kot. flotilja realizoi objektivin. Qëllimi i flotilës nuk ishte të çojë ushqime. Ishte të diskretojnë Izraelin. Po pra, jo unë po Ata jo, marrë po flas. shembullin tjetër. Flotilja kishte një qëllim. Se njohim Baki Goxha, njohim dhe personazhet e. Ishte motra, më fal, ishte motra e presidentet së Irlandës. organizatorja. Një ndër prezent që marr peng. Jo, organizimi i asaj. Organizimi është një rrjet i tërë. Pse po them, supozojmë, organizimi është për të arritur këtë qëllim. Diskretimin e tyre. Jo, për të arritur qëllimin e këtij fitoj zgjedhjet. Mori votë. Jo, dëgjoj, dhe stop. Se u ke shkuptova për pjesën e zgjedhjeve. Bëhet fjalë që këto dy parti, Likud dhe Partia Shumë më shajmë, po. Jo, është tjetër gjë. Gviri dhe Netanyahu janë konkurrent, Bukur, por janë koalicion. bukur. Por Gviri do t'i mori vota Netanyahu pjesën e ekstremistëve të Izraelit. Që t'ia mori këto vota, Do dhunë, tregoj që